Mirë se erdhët të dashur peshor në Letrat dhe Fejnë, jam Diana dhe do bëj leximin e radhës për ju. Siç e shihni, kam hapur letrat në një mënyrë ndryshe dhe I kam ndarë në punë, partneritet dhe dashuri, punë dhe para, stabilitet, dhe kjo do jetë në formë rezultati, çfarë po ju pret apo sa do arrini ato që dëshironi. E shikoj se kam letra goxha të bukura në dashuri dhe tregon një dashuri që ka potencial të madh. Ose jeni në të ose po afrohet. Ka ndjenja, gëzim dhe lidhje të sinqertë. Por kjo do funksionoj apo do vazhdoj të funksionoj vetëm nëse të dytë investojnë njësoj. Absolutisht ka tërheqje, ngrohtësi, ndihesh mirë me këtë person, por ke filluar sikur të presësh më shumë veprime dhe nuk të ngopin më fjalët. Dashuria për ty duhet të jetë e hapur me këto letra që shikoj. E qartë dhe e gëzueshme. Nëse fillon të bëhet e paqartë, dikush jep më shumë fjalë se vepra, absolutisht ekuilibri do prishet. Pra, këtu të kesh kujdes dhe ti, dhe të kesh kujdes të jesh e qartë me partnerin dhe t'ja bësh me dije. Punë dhe para të dashur peshor. Këtu shikoj ka lodhje dhe zhgënjim, por edhe dëshirë për të ecur përpara. Problemi është se dikush, punëdhënës, kolegë, mund të jetë kushdo, nuk është plotësisht I sinqert me ju. Ose ti me vetën tënde. Je duke punuar fort absolutisht, nuk e vëm në dyshim këtu punën tënde, po përpiqesh të lëvizësh, të arrish diçka, por ka prapaskena ose mungesë transparence që do thosha dikush ndoshta në punë. Kujdeset të dashur peshor me marrëveshjet dhe premtimet që do t'i bëni. Mos u nxito, nga që qartësia vlen më shumë se sa shpejtësia. Mos u nxitoni të arrini diçka shpejtë pa analizuar apo pa ditur gjërat qartë se çfarë po premton, çfarë po nënshkruan, çfarë marrëveshje po bën dhe kështu me radhë. E treta si rezultat apo afrohesh drejt asaj që do? Po, absolutisht, por vetëm nëse ndalon së mashtruari veten. Ka bashkëpunim dhe mbështetje, por edhe dyshime me frikë që të mbajnë në vend dhe nuk të lejojnë të ecësh. Ndonjëherë peshor sheh gjëra që si janë reale. Dëshiron t'i shikosh ashtu. Ose I zbukuron situatat dhe humb drejtimin kështu. Bëhu e prerë dhe e sinqert. Kur vendos kufi dhe flet qartë, rruga të hapet vet. Pra, në dashuri kërko veprime dhe jo premtime. Në punë mos u nxit pa qartësi, në jetë e vërteta mban ekuilibrin tënd dhe kjo të bën të ecësh apo të afrohesh, të realizohesh të dashur peshor.